Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Altin Goci në studio dhe pas ka për herë të para BC-n, nuk e dinim. Edhe çfarë I thamë ne? Që duhet të bëj më shumë klipe, më shumë këngë. Më shumë klipe, më shumë koncerte. Më shumë koncerte. Altin nuk është njëri që ndalet. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. E kërkuam dhe ne magji në ajër, po mbase kur vi vera, tani ndimër s'ka gjë. Jo, njeriu përpiqet gjithmonë të kërkojë atë magjin në ajrin në mënyrë metaforike, po të gjej gjithmonë atë rrethin e vet, po themi atë qetësinë e vet, gjërat që ta bëjnë tjetrën të ndihet mirë, le të themi. Altina, ka një sezon ku nxirret kënga e re, se në përgjithësi zakonisht pranverë, domethënë afër verës, ti duket se kontrapendal. Në përgjithësi kam qenë gjithmonë kështu kundër rrymës, le të themi. Jo as për punë inati, po me sa shoh në botë, ose kam ndjek dikur, domethënë muzika nxirret ku bën një lloj plani, një projekt, kupton, për nxjerr një album, më the thash. Çfarë është muzikë komerciale pasaj që duhet që janë këto që ta mbaj me refrenin, është tjetër histori. Jo, që nxjerret një herë në vit, në verë sidomos, edhe ajo është si del edhe ashtu, edhe zhduket si thosh. Unë nuk jam kjo kategori, domethënë kjo tregon që e fut në studio, po bën album. Kam kohë që jam po mirë me gjërat e mia, domethënë, se në këtë moment erdhi radha kësaj këngë dhe e nxora, domethënë nuk e mendova në sensin e hiti verës ose këto, domethënë, se edhe Dimrin e kam posë çik si fakir, e kanë lënë si mas dorë. Sikur s'del njeri ndimër. Dimrin e kanë çuar në Korç, atje te. Po pra. E kemi këngën në fakt, Altini ka dërguar një version. Po. Mirë, e zoni është bukur, por duke sikur ka mbet koha, videoklipi është I viteve 80, është si të MTV e dikushme. Nuk e di, unë mendoj që Tom Baxhaku që është regjizori I klipit. Jo, kryevepër, Jo, me marrëvesh, jemi është mundu domethënë të losi çik me ngjyrat. Kupton, t'japi këto ngjyrat, efekte, duke sikur janë old fashion. Po. Po që unë mendoj që ka ardhur goxha bukur, edhe me se shikon, nuk është vetëm ajo promovimi I klipit, le të themi. Jo, s'është vetëm promovimi, po mesazhi që përcjell kënga është mesazh shumë aktual, është për mua kjo është e rëndësishme. Jemi të gjithë kompetenta, domethënë. Ship, nuk ka fjalë huaj. Promovimi nuk është vetëm promovimi I klipit, po detyra e artistit është të japi mesazhe, në një farë. Jo në një farë mënyrë, po të japi mesazhe. Edhe, domethënë, gjithë ideja është kësaj që mos bëhemi pjesë e turmës të marrë, siç e thotë teksti, domethënë. Po të tregojmë vlerat tona. Po pat kemi individualitet. Kemi individualitetin ton, të gjejmë, sepse më kujtohet me Tonin, Tom Baxhakun, që diskutonim atë vargjet e migjenit, si s'kam një grush fuqishëm t'i bjen zemër mali që s'bzan, dhe ti I pamundur, kupton. Dhe them gjithmonë që secili nga ne ka një thirrje migjeni gjithmonë. Po, është bërë koha, domethënë gjithë japin mend. Po. Gjithë japin mend në mënyrë shabllone. Është shumë e vërtetë dhe ti përpiqesh me lloj mënyra, është domethënë dhe ajo është në mënyrë metaforike dhe ajo tullumbaci që ti do t'i bish me vare, kupton? Në fakt ka një mënyrë shumë më të thjeshtë, kupton, ta çposh me gjilpër. Prandaj patjetër, po ti tullumbaci nuk e çpon. Jo, çpot, po ngeci ndaloj ajo disa të çpot, po. Çpon në fund. Dhe këtu është ideja donë që ajo magjia në ajër, secili e gjen sipas mënyrës vet për të gjetë atë, domethënë thash, paqen, atë mirësinë brenda rrethit, brenda familjes, brenda shoqërisë, kupton, që ti, sepse ti nuk je I mundur, domethënë ti luftosh gjërat, sepse këtu edhe kjo është parçik edhe si një lloj mlefi, po edhe një lloj reflektime dhe ç'a ndodh jashtë, kupton, dhe ç'a ndodh në botë, kupton, sepse edhe në botë situata nuk është e mirë, apo jo? Jo, absolutisht, domethënë ajo gjë që ne vuajmë gjithë, është puna që kemi filluar të mendojmë në mënyrë të standardizuar. E vërtetë është. Dhe nëse ti del nga rreshti të etiketojmë. Kjo është pra pjesa turmës që ka thënë dhe Kloçeu që ka bërë tekstin. Turmës së marrë. Klodi e ka bërë. Po, domethënë larg turmës së marrë. Mos jesh pjesë e turmës, e lidh pastaj edhe me situatën e brendshme, domethënë të mençurit me kokën bosh, kupton? Sepse tu ke shumë të mençur në përgjithësi. Kemi, sidomos veçantë janë këta, të cilët marrin pjesë për debat, kolegu I ka shumë për zemër, që flasin vetë dhe nuk dëgjojnë, janë të jashtëzakonshëm, apo jo.
Pra, ta të më shuit me kokën bashkë. Do më thënë, ka shumë... Ose për shumë pëlqenjë shumë njerëzit që flasin vetë tret, i flasin vetës. Pa, ajo është pa. Respekt. Digjo kelin. Tret vetës është... Ose ka njerëz që flasin shumës vetës, si ku me qenë papa, ne mendojmë. Por gjithë kjo ishte shumë e bukur, tani, unë njoh këngë, me qenë koncert, me kemi patë, më krejon atmosferë, shumë e radhë. E qik british në stil. E qik për shumë, një farë mënyre. Po, si tush, më kanë gjithë që kur qenë feminin time, kur kam gjuhë për të parë Beatles edhe me radhë gjitha, po sa gjithë ja, farë pak në luk, të kodë e fundi. Qajpte edhe MTV-a i njeri kohë. Po pra, flasë për MTV në fund viteve të sedhi. MTV-a u për të shindjes pas. Apse nuk ka me MTV? Jo, ka MTV, për nuk është më ajo MTV-a. Nuk është ajo është mbyllur, ajo ikonikja. Ikonikja, po. Tani japin emisionin gatimi nga këto gjëra. Ne jemi shumë xhelos për ty, veçanërisht unë, po dhe kolegu. Jo, unë kam një histori, po pres atë minutën tim. Jo, kam një tjetër histori. Në fund minutën. Atë kjo kënga është prezentuar te koncerti yt, kanë qenë 5 këngë. Do thotë që ke menduar për secilën në një klip, të vinë edhe klipet pasardhës? Kënga pasardhës është e sigurt një herë, po duke i marrë çik gjërat pak. Po jo 3 vite. Jo, absolutisht jo. Po këto janë pjesë, siç thash, koncertit që titulloj Kthehem prap, po në një farë mënyrë dhe albumi me këto 5 këngë të reja, Kthehem prap titullohet. Dhe më në fund, tash po fillet ti nxjerra avash, domethënë edhe me klipe, në mos të gjitha edhe me tekste. Një pjesë të tyre, no? Kjo është ajo... Unë vje keq që koncerti mbeti vetëm një dhe akoma nuk ka fillu një tur, po ishte eksperiencë e jashtëzakonshme. Është e vërtet, domethënë, se u bën drejta gjithë vite. Jo, po ishte shumë s'pa vitë. Është tjetër gjë, po... Pavarësisht se ti shifje i shoqen tate që ke gjujtë gjimnasje, ishte bo me 3 kalemaj, po kjo ishte tjetër histori. Koleg. Po, tani qëllon, do më thënë se a i loj brez jemi, apo jo, kolegu? Unë nuk po flasë do minutin tim. Do minutin e vetë në fund. Se nuk ka i shoqen tate me 3 kalemaj? Paka shumë historie ime në ngjashme, por përpara duhet të bëj një lloj katarsisi, ose do bëjt sa 2 pyetje për të pastru. Jeni formuar në 90-ën, deri 2001 ndu rregullisht, pastaj sikur 97. 97-ën, okay, nuk e di pse kisha idenë. Jo, pastaj kanë filluar, kanë vazhduar karrierë solistike. Nuk është se Altini është çuna, është Altini, është Sajmiri, është Ernisi, është Aleksi, 4 rritujtë e parë të fare, baza. Të parë të fare. Në 90-ën unë kam qenë në moshën që ta kanë qenë Beatles për ne. Po, patjetër. Qenë në moshën, paka shumë një moshën. Je martuar juve? Martuar është? Altini? Me 2 vajza. Me 2 vajza. Gruaja juve, mos është nga Malizi, jo? Jo. Një nga çunat e ka grua nga Malizi, me shqiptarët Malizi? Jo, atëherë mund ta tregoj historinë. Tash i jepi. Tregoj. Po, kjo apo më të... Ka qenë një vajzë, këto kanë pas edhe disa vajza, një lloj grupis, domethënë që i shoqëronin. Po ti pas ke ndjek për vdekje, domethënë ti pas ke ndjek deri tek ta kishim kolegë. Deri te background, po. Unë në 92-shin ka qenë një koncert te Pallati i Kongreseve, ka qenë nam. Dhe ka qenë një vajzë që pëlqente shumë, çiksi Meri më. Domethënë e pëlqeja unë atë. Po ti i martuar me 2 fëmijë aktualisht. 92-shin më koleg. 92-shin më koleg. Po shumë. Po gjenë shumë. Ajo donte një nga këta, nuk e di se kë. Po për vdekje, do të thënë të tipit që nuk i dukesha transparente, kupton? Çfarë bëja që ti bie në sy? Jo, nuk e di se çfarë fati pati. E pyeta. Ka qenë te koncerti Altinit me 3 fëmijë tukur në qendër dhe kishte një farë, ishte pak e kolme kësaj radhe. Nëse na dëgjon, domethënë historia mund të ishte ndryshe. Jo, ta di çfarë rasti ka humbë. Jo. Si mund të ishte ndryshe historia, koleg, se po ju ndjekin zonjat. Po mirë, Malizi çfarë lidhje kishte? Ai ishte shqiptare. E pyete mos është marrë. Po pra, domethënë e prashtova. Domethënë e kuptova. Pas ka qenë shumë e thellë. Shumë e thellë, jashtëzakon. E kuptova. Jashtëzakon. Me këtë rrëfejn, kjo tregohet që ke rritur disa breza, ke shoqëruar disa breza. Por ti vazhdo dhe bëj muzikën tënde dhe ma merr mendja që ky lloj turi duhet vazhdoj. Nuk e di, ke planet konkrete apo jo, po. Thash, kam filluar, domethënë tashit me disa bashki të Shqipërisë, domethënë të filloj bashkëpunimin për disa koncerte. Shpresoj që do realizohen, domethënë,
Sepse normalisht edhe jeta e artistit shu duhet jetë. Bëj këngë, edhe të bëj dhe koncertet. Nuk ke kështu plane, festivale, gjërën, je jashgare, tashme do më. Jo se nuk kam vendos të jem jashgare. Edhe mirë ke bo. Qa kemi rëcaru gjitha të kompeticionet, edhe ka qenë edhe vitet bukra për hirtë vërtetës, mirë po vjen një moment ashtë që unë s'kam nerva të mirë me kompeticione. Mund dalë një herë, jo, kur, mos thuaj kur thënë, po që nuk ndjej më kënaqësi. Pse, si ka mundësi që ju keni jetu në vitet më të vështira të rinis Tiranës, janë fillimet e viteve 90 e kështu, dhe ju keni mbet të gjithë të rritë folkat, por ty të kemi këtu, po të ishe Sajmi, do pyshën dhe Sajmen, keni mbet të gjithë të një cope, do më thënë nuk keni qenë asë njerë ekstravagant, asë njerë, nuk keni kryu, thashe them që për keq. Nuk e di, e me e kuptoj, nuk e di, ka të bëj, që ku kemi nisë edhe, që kemi dalë në festival për të parë, do më thënë, ka qenë ajo moda, bëhet pjallë, do më thënë, 91-shin, që dollën gjithë me flok bishplum, gjata, gjaketa lëkure, sepse ishte liru, kupton? Edhe ne zgjodhëm një mënyrë tjetër të daluri, si tush me jelek, me këmisha. Në më i qikë më të regull. Më të regull, po edhe qikë më të veçantë. Jo qikë më të veçantë. Edhe ajo kryoj një efekt përveç këngës që pa tjetër që kryoj efektin e parë. Po edhe luku kryoj një efekt. Dhe në ngeli do në si Beatlesat, kupton? E bom qikë me kramari edhe këtë anën e lukut e gjithave. Dhe ndoshta kjo ngeli si etaloni i kësaj gjëzës të veçantë, po themi. Vede një problem keni pasur. Ta ka qenë Petronica, dhe më thësë. Që? Ku është problemi? Jetë, Qemal Stafa është gjimnazit Tiranës, nuk keni ju, dhe më thësë. Qemal Stafa, nesë, vazhdo, okej. Si do të Unë Petronini kam lagje, unë për atë votoj. Edhe vajza ke Petronini është. Mu shkëjquni ma boni maturën të Petronini. E po, atë që kemi në ramë. Që kemi në ramë. Si ku me qenë interi. Jo, se për shaka. Po që kjo është paka shumë ajo... Altin leta qyj më herën e parë, po ti do vish kusarë dushme. Po, pa problem. Ose mund të shojmë të performancat në netët live, apo jo, vazhdo? Po. Ose kur të martohemi, apo të rimartohemi. Jeta artistike unë e kam të vazhdushme. Edhe, po, krasë kësaj, thash, më në fund, se një herë nga që jam dediku muzikës live, aktiviteteve dhe këshellën bazdore gjërat e mija. Edhe ke bërë zënish. Edhe ta shti, jam rikëthy edhe kam qef që ta mbaj këtë. Dhe pa dyshim, prap flokët nuk i binë më burë. Kjo është i natë madhe. E di si kam qenë unë kur shia këto. Si, kishim plot, ka zhvërrejt. Nuk e ka qube në kokë. Pyet mu më dha, po që ato mbraba, uli qik kokën se nuk shofim. Nese, që është genetike? Po, loj muzikës. Tu si më do të lajta. Mirë, falenderit Altin. Falenderit juve. Një do shimi nesër. Nesër, me tjera histori. Shumë bukura janë, ne them që sot. Pa tjetë.